Elionit i pëlqente aroma e mëngjesit. Ai tha se ajri i malit ishte më i ëmbël kur dielli nuk kishte lindur ende plotësisht. Ai ishte vetëm 10 vjeç, por fliste tashmë si dikush që kishte jetuar shumë. Gjyshja e tij tha se ai kishte lindur me shpirtin e një plaku, të qetë, gojëmbël dhe të lehtë. Të dy jetonin vetëm në një shtëpi guri me çati të shtrembër dhe oxhak të shtrembër. Në obor, një fik i thatë, një stol prej druri dhe një dhije bardhë e quajtur Bleta. Bleta nuk ishte si të tjerat. Ai nuk jetonte në vath. Unë fjeta në balkon. Ai hëngri të njëjtën bukë që hëngri Elioni. Dhe ai e ndoqi si një qen. Kur ai shkoi te pusi, ajo e ndoqi. Kur ai ulej në shkallë, ajo i vinte hundën në gjuhë dhe qëndronte aty. Elioni e përkëdheli midis brirëve. Ndonjëherë ai i përshpëriste sekrete në vesh dhis. Bleta, ti kupton më mirë se njerëzit. Bleta, ti kupton më mirë se njerëzit. Dhe ajo thjesht lëvizi veshët, sikur në përgjigje. Gjyshja e shikoi me një farë respekti. Ai tha se një kafshë që i kupton fëmijët, e kupton edhe qiellin. Në fund të pasdites, Elioni u ul në dysheme, me dorën e mbështetur mbi leshin e tij të bardhë. Ai kolliste ndonjëherë, por nuk ankoi. Sa po shikova qiellin që po fillonte të bëhej gri dhe buzëqesha pak. Nëse kenis jam këtu, ti do rrish, Bleta? Nëse një ditë nuk do të jem këtu, do të qëndrosh, Bleta? Dhia ngriti kokën dhe i preku ballin ngadalë. Kështu dukej. Duket sikur ajo tashmë dinte më shumë se sa mund të thoshte. Kollitja u bë më e fortë kur era fryu nga jugu. Elioni nuk vraponte më si më parë. As nuk eca shumë. Ai rinte ulur për më gjatë, me shpinën mbështetur në murin e balkonit, me syt në tokë dhe gjoksin që i ngrihej ngadalë. Ai po merrte frym me mundim, si dikush që tërheq ajër nga brenda tokës. Gjyshja solli çaj mallo, të mbledhur nga shkëmbinjt pas shtëpisë. Ai fryu përpara se të jepte. Ai e mori në heshtje. Ai vetëm pohoi me kokë. Ai më falenderoi me sy. Ndonjëherë e lija gotën gjysmë plot. Ndonjëherë e mbaja vetëm me të dyja duart për shkak të nxehtësisë. Bleta, dhia, nuk donte të largohej më. Ai flinte pranë derës, me trupin e shtypur pas qilimit. Ndonjëherë ai zgjohej natën, shkonte te dritarja e dhomës së gjumit dhe trokiste në dru me borinë e tij. Një herë, 2, vetëm për të treguar se ishte aty. Elioni, edhe pse i lodhur, hapi syt dhe buzëqeshi. Kaq ishte, Bleta. Të kuptoj, Bleta. Gjatë ditës, ajo u afrua. Ajo e shtypi hundën pas këmbës së tij. Ai i lëpinte gishtat. Do të qëndroja në vend për orë të tëra. Gjyshja tha se e ndjeu, që kafshët e dinin para nesh. Djali nuk foli shumë më. Mora frym më shumë me gojë. Fytyra, më parë erët nga dielli, tani ishte më e çelët. Syt dukeshin më të mëdhenj. E megjithatë, ai nuk u ankua. Një ditë, gjyshja e tij e gjeti duke dremitur, me kokën mbështetur në shpinën e dhis. Ajo shtrirë në dysheme. Ai e përqafoi sikur të ishte një jastëk. Ai kolli në gjumë. Por ai nuk e lëshoi. Nuk ka më mirë se krahët e saj. Nuk ka vend më të mirë se prehri i saj. Bleta mbylli edhe syt. Të dy aty, të qetë. Sikur të ishin pjesë e të njëjtit trup. Atë natë, gjyshja nuk ndezi asnjë qiri. Ai sapo e la derën hapur. Dhe dhia. Ajo nuk lëvizi nga vendi i saj as për një sekondë. Dita agoi pa erën e zjarrit. Oxhaku nuk lëshonte tym. Çajniku nuk fishkëllente. Asnjë zhurmë kërcitje e druri. Dritarja e përparme mbeti e mbyllur, një gjë e rrallë në shtëpinë e Elionit. Ai gjithmonë e hapte herët që të hynte dielli. Por atë mëngjes, as dielli nuk u shfaq. Qielli ishte i dendur, gjysmë gri, gjysmë pa ngjyrë. Era, ende. As pulat nuk zbritën nga vendi i tyre i ndenjes. Gjyshja u ngrit ngadalë. Ajo mori shallin e saj, ndezi qirinjën e kuzhinës dhe thirri, Elion, ku je? Elion, biri im? Askush nuk u përgjigj. Ai shkoi në dhomë, duke e shtyr derën me gishtat e tij. Drita ishte e zbeth. Ajri i ftohtë. Elioni ishte aty, i shtrirë. Mënjan.
Dora e majt është e hapur, e shtrirë drejt derës. Sikur të ishte përpjekur të telefononte dikë. Bleta nuk ishte në qilim. Gjyshja u afrua ngadalë. Ai I vendosi gishtat në ballin e djalit. Pastaj në gjoks. Qëndroi aty. Ai nuk qau. Ai I mbylli sytë dhe bëri shenjën e kryqit. Lajmi u përhap në heshtje. Fshati e dinte tashmë përpara se ta merrte vesh. Fëmijët nuk qeshën. Pleqt uli sytë. 2 fqinje erdhën për të ndihmuar në larjen e trupit. Një burr solli arkivolin e lehtë prej druri. Prifti u paralajmërua. Arkivoli ishte I vogël. Të përshtatet në prehër. E mbuluan me një pëllur të qëndisur me lule. Ata vendosën lule të egra sipër. Dhe një kops këmishe që djali e mbante gjithmonë në xhep për fat. Gjyshja rinte ulur në një cep të dhomës me ruzaren në dorë. Nuk tha asgjë. Ishte atëherë që dikush pyeti, çfarë është kjo si është? Dhe ku është ajo? Bleta. Askush nuk e kishte parë dhimbje që nga agimi. As në oborin e shtëpisë. As në vath. As pas shtëpisë. Ata shkuan të kërkonin. Ata thirrën. Ata fishkëllyen. Asgjë. Gardi ishte I hapur. Porta prej druri gjysmë e hapur. Asnjë shenjë e një vjedhjeje me thyerje. Asnjë zhurmë. Ai që e do atë. Ajo iku vetëm. Askush nuk e kuptoi. Por askush nuk dyshoi. Gjyshja shikoi në horizont dhe tha, vetëm një herë, nëse ajo se ndjen më këtu, është sepse e di ku duhet të jetë. Nëse ajo nuk e ndjen më këtu, kjo është sepse ajo tashmë e di se ku duhet të jetë ai. Shtëpia ishte plot, por askush nuk fliste me zë të larë. Karriget ishin nxjerrë jashtë. Çarçaf të bardhë vareshin nga dritaret. Një mbulesë e mbulonte tryezën nga brenda, me lule dhe bukë të ëmbël. Arkivoli I vogël mbështetej mbi 2 stola. E mbuluar me pëllur të qëndisur dhe një degës livandoje sipër. Gjyshja ulur pranë saj. Hesht. Sytë e fundosur, duart e kapura së bashku në prehër. Njerëzit mbërritën në heshtje. Burrat hoqën kapelat e tyre. Gratë hynë me kokën ulur. Disa fëmijëve I ndalua të vinin. Por njëri ose tjetri u shfaqën të fshehur pas nënës së tyre. Prifti murmëriti lutje të ulta. Era ngriti buzën e mbulesës së derës. Dielli perëndonte dobët në obor. Dhe pastaj dikush pyeti, je lodhur nga kjo? Ajo nuk u kthye? Të gjithë e dinin për kë po fliste. Bleta. Dhia që ishte gjithmonë përreth, tani e humbur që nga agimi. Jo. Si nuk dhe kemi të shtypur. Jo. Asnjë shenjë. Gjyshja nuk u përgjigj. Ai thjesht mbylli syt, sikur po dëgjonte diçka që vinte nga brenda. Atëherë porta kërciti. Ngadalë. Asnjë dorë. Pa erë. Sapo u hap. Të gjithë shikuan. Së pari, askush nuk pa asgjë. Pastaj, një hije e vogël u formua në rrugën me dhe. Hapa të shkurtër. I vendosur. Bleta. Vetëm. Erdhi ngadalë. Ecja e vendosur. Hunda është e ulët. Sytë dukeshin të lodhur. Dhe diçka ngeci në brirë. Diçka e lehtë, shumë ngjyrëshe, që lëkundej me çdo hap. Një pëllur? Një hark? Një rip pëllure? Vështirë të thuhet. Askush nuk lëvizi. Fëmia në cep të gardit pushoi së qari. Prifti heshte në mes të fjalisë. Gjyshja hapi sytë. Bleta kaloi portën duke kaluar përmes njerëzve sikur ta kishin thirrur. Nuk funksionoi. Nuk u ndal. Ai shkoi te arkivoli. U ndal pikërisht përpara. Ai shikoi. Ai uli kokën. Dhe qëndroi. Gjëja e lidhur me brirët po lëkundej. Por askush nuk guxoi ta prekte. Jo ende. Gjyshja u ngrit në këmbë. Ai bëri një hap. Duart që dridhen. Sytë janë të lagësht. Dhe ai murmuroi, nëse ajo e solli është sepse duhet të njëzet. Nëse ajo e solli është sepse duhet të vinte. Bleta qëndroi në vend. Duke qëndruar përpara arkivolit të vogël, ajo nuk lëvizi.
Ai as nuk e tundi trupin, as nuk nxori asnjë zë. Ai thjesht merrte frym ngadalë, si dikush që e kupton se ka arritur aty ku duhej të ishte. Njerëzit u mblodhen së bashku në heshtje, por pa u prekur. Syt shkuan nga briret e dhisë të pëllura e lidhur atje. Ishte një shami i vogël, tashmë e shpenzuar, i zbehur në skajet. Por qëndisja mund të shihej ende në skaje, fije të kuqe që formonin shkronja të shtrembëra. Është shami. Dhe i vjetër. Është një shami e vjetër, murmuriti një grua. O Zot i madh. Ka një emër. Të gjithë u përkullën. Prifti u afrua ngadalë. Gjyshja, me duar që i dridheshin, shkoi te dhia. U ndal. Ai shikoi. Ai e preku lehtë pëllurën e varur. Ai e njohu menjëherë. Ishte shamia e nënës së Elionit. Atë që e mbante në flok, para se të vdiste, kur djali ishte ende foshnjë. Ajo vetë, gjyshja, e kishte mbajtur në një kuti druri, së bashku me 2 foto, një buton dhe një lodër të thyrë. Shamia nuk u prek më kurrë. Dhe tani ja ku ishte. I lidhur mirë në bririn e majtë të dhisë. Askush nuk e dinte se si e gjeti. Askush nuk e pa kur e mori në dorë. As nga kalonte. Vetëm një gjë dihej, ajo e solli sepse e dinte. Gjyshja e zgjidhi nyjen me kujdes. Ai u gjunjëzua para arkivolit. Ai ja vendosi shamin e palosur mbi gjoksin e djalit. Ai e mbuloi atë me lulen e livandos që ishte tashmë aty. Bleta bëri një hap prapa. Ai uli kokën. Dhe ai ushtri mbi tokën e rrahur pranë drurit. Veshët e varur. Syt e mbyllur. Prifti vazhdoi lutjen. Me një zë më të ullët se më parë. Një burr në cep i fshiu syt me mëngë. Një vajzë i shtrëngoi dorën nënës së saj. Askush nuk u përpoq të përmbante atë që ndjente. Gjyshja, për herë të parë, derdhi një lodh. Vetëm një. Dhe pastaj u kthye në heshtje. Varrimi u bë pikërisht aty, pranë murit prej guri ku rriteshin margarita të egra. Ata e vendosën arkivolin në varrin e ngushtë. Ata hodhen dhe ngadalë. Secili nga një grusht. Kur mbaruan, dhia ishte ende shtrirë. Nuk lëvizi. Ai qëndroi atje deri në fund. Si dikush që ruan vendin. Në ditët që pasuan, Bleta nuk u kthye të flinte në oborrin e shtëpisë. Por çdo pasdite, kur binte kambana e fshatit, ajo shfaqej. Po vija nga e njëjta anë, nga e njëjta rrugë. Ai u ndal para varrit. Do të qëndroja. Pastaj ai do të largohej. Gjyshja mbeti vetëm. Por ai gjithmonë e linte dritaren hapur, siç bënte Elioni. Dhe ndonjëherë, në mëngjes, copza e shamis, tani e larë dhe e vendosur përsëri, dridhej pak, edhe pa erë. Një burr nga fshati, i moshuar dhe i qetë, kaloi ca kohë duke parë dhinë atje, e cila ishte ende e shtrirë pranë varrit. Njerëzit e tjerë kishin filluar të largoheshin tashmë. Zgjimi po mbaronte. Prifti e mbylli librin. Pasditja po erësohej ngadalë. Por ai nuk e bën. Qëndroi aty. Pastaj tha me zë të ulët, sikur të fliste me vete, kjo nuk është veçse një jetë. Kjo nuk është vetëm një jetë. Ai u ndal për një sekondë. Ai i shikoi të tjerët. Shamia ishte ende e palosur mbi tokën e butë. As nuk është vetëm një jetë. Nuk është vetëm një kafshë. Askush nuk u përgjigj. As nuk ishte e nevojshme. Sepse atë që bëri ajo dhe askush atje nuk do ta kishte imagjinuar ndonjëherë se do ta bënte. Ajo nuk foli. Ai nuk telefonoi. Ai nuk qau. Sa po u shfaq. Me hapa të vendosur. Me sy të lodhur. Me një copë kujtimi të ngulur në brirë. Dhe solli më shumë të vërtet se çdo fjalim, më shumë dashuri se çdo këngë, më shumë lamtumir se çdo fjalë e thënë atë mëngjes. Shamia, e vjetër dhe e qëndisur me dorë, fliste vetë. Kishte aromën e fëmijërisë, të mungesës, të një nëne që iku shumë shpejt. Gjyshja më vonë tha se nuk i kishte treguar kur askujt se ku e mbante. As djali nuk e dinte. Por dhia e dinte. Dhe ai e solli atë. Në kohën e duhur. Kjo është arsyeja pse askush nuk debatoi me plakun. Sepse të gjithë e pan. Të gjithë e ndjen. Dhe ata e kuptuan, edhe pa e kuptuar.
Atë ditë, në atë fshat, një kafshë tregoi atë që pikëllimi nuk mund ta thollë. Dhe çfarë kishte mbetur në briret e saj, ishte më shumë se një coll. Ishte e tëra që kishte mbetur nga ajo që nuk është harruar.